Аналитичарите во Клик Плюс зборуваа за последните реформи во ДУИ. Сефер Таири и Сефер Селими истакнаа дека промените не се спектакуларни, но се неопходни за подготовка на партијата за идните предизвици. Kjo që u bën në Kongresin e BDI-s ishte e pritur. Nuk ka ndryshime spektakulare, nuk ka ndryshime radikale, nuk ka reforma të cilat mund të thuhet se janë ndonjë raritet, pra janë ndonjë gjë e rrallë në skenën politike, janë reforma të domosdoshme, të cilat i ka bërë vetë kjo parti. Unë konsideroj që më shumë është insistimi kryetarit të partisë, zotit Ali Ahmeti, edhe për shkak të pozicionit të tij, jo vetëm faktik, por edhe pozicionit статутар. Според Сефер Селими, реформите што ги направи Али Ахмети се голем чекор преку кој партијата ќе им го отвори патот на новите кадри. Селими додава дека во иднина треба да се очекува што ќе произведат овие кадри. Pavarësisht se oponencës edhe kritikës që e bëjnë ndaj këtyre personave. Megjithatë, ato kanë një kapital individual të cilën e kanë marrë në relacion me partinë. Kanë dhënë dhe kanë marrë prej partisë dhe i kanë ndërtuar. Dhe kputja e këtij trungu, domethënë për mua një hap mjaft i madh drejt momentit të ri të cilën e pret Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe kjo do të determinohet me hapjen e partisë ndaj kuadrove të ri. Ne duhet rrisim tani pritshmëritë ndaj BDI-s dhe se çfarë do të prodhoj ajo në të ardhmen, si në aspektin kadrovik edhe në aspektin politik. Во меѓувреме, во однос на критиките од некои лица кои останале надвор од партиските структури, според аналитичарите тоа е нормално, бидејќи некои поединци во текот на овие 20 години нема позиција што не ја извршувала.